shqiptarët nuk janë as turq, as grek, as të tjerë të huaj përveç shqiptar, të cilët kanë të drejtë të rojnë në Shqipëri si kombë. Sultani është pjellë e barbarisë. A ka në njëri të mos dojnë të rojnë një lirë? A mund të jetë vallë në një kombë i cili të dojë vetvetiu të rojnë në gubern të huaj? Asnjë. Ne nuk kemi as lidhje me Osmanët, as një gjuhë, as një histori, as fis dhe as far. E pra si mund të rojmë me ta dhe ti duam ata? Aferim! Mirë e a do të bëhet Shqipëria more birë, si kombit e tjerë, apo do heqim e do vuajmë gjithmonë kështu? Do të bëhet o xhaxha. Nga ju, nga opinga që jeni shtylla e kombit. Më rrofsh more birë, prandaj të them. Tashti kam dhe unë një lutje. Kam një djalë këtu me vete. Duhet ma merë në qetë.